Wailul likulli humazatin lumazah alladhi jama'a malan wa addada, I cili e grumbullon pasurinë dhe numëron, thot Allahu xhaleshanhu, pra duke pas shumë pasuri, duke numëruar, duket vetja më e mirë dhe më lart se të tjerë, dhe vetëm tallë për çmon edhe bën të tilla lëvizje edhe të tilla domethënë harekate të cilat nuk I kanë hije besimtarit, nuk I kanë hije një personi që e beson Allahun me shpirt edhe me zemër. Prandaj vëllezër, jom kot Allahu xhaleshanu edhe motra muslimane, jom kot Allahu xhaleshanu. Deshit na thot neve se kjo fjala wailun, siç thon dietarët e Islamit, është një lugin në xhehenem, Zoti na ruaj. Pra lugina në xhehenem do të jetë për ata të cilët hajnë hakun e tjetrit në mall, në peshë ose në mas, dhe për ata të cilët pra nuk I friksohen Allahut, dhe për ata të cilët tallin edhe përshmojnë të tjerët, Zoti na ruaj. Vetëm këto dy sure në Kur'an janë me kërcënim të tillë, pra që Allahu xhaleshanu ta tregojë se haku edhe drejta e tjetrit është shumë e rëndësishme. Ti mund të thush unë jam besimtar I mirë gjithë ditën edhe gjithë natën, ama kur çalon ke haku I njerëzve, Allahu na ruaj, ke shumë punë për të bërë sepse je shumë mrapa.